O hoxh, sa herë bie në shahadet, ose lutem për diçka më mbushen syt me lot. Sepse shpirti ka nevojë për besim, sepse shpirti ka nevojë për Allahun e lartësuar. Dhe fjala shahadetit është fjala më e rëndësishme, është fjala më e bukur, është fjala më e mirë, është fjala që nëse njeriu e thot me bindje të plot se ka botë tjetër, se ka xhenet, se ka xhehenem, fiton xhenetin. Është fjala më e rëndësishme. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. S'ka zot tjetër përveç Allahut, askush dhe asgjë nuk meriton të adhurohet me të drejtë përveç tij. Muhamedi është i dërguari i Allahut. Sa fjalë e madhe, sa fjalë e rëndësishme. Fjalë pra që nëse e thua me bindje të plot se ka botë tjetër, se ka xhenet, se ka xhehenem, fiton xhenetin.